brit me bidona. Rast festave në rrim pa ujë, bredhen në mirë për të pirë, pa për të larë, me qa të lajemi, ku do vemi? Po pik ujo, kemi 3 ditë, u qelbëm, qa të bëjmë? Së shpajon, ne taksa ujnë e pagojmë, gjë gjë pagojmë, e s'po na shujë. Popull që nuk reagon, zhdele, detyrimisht që kështu do vej. Tre ditë. Qa të, ja. Tre ditë, ola, shan. Po qa të bëjmë, lek t'i duan ata, po lek ujnë s'na i bjen. Kam ardhur nga Italia, kam 27 vjet, kam ikur në 98-ën. Kjo që po ndodh në Vlorë është një fatkeqësi kombëtare. Është një gjendje kaotike, të mungojë ujë baza më elementare.